Kjo është Radio Lab dhe transmeton nga Departamenti I Gazetarisë dhe Komunikimit, Fakulteti Histori Filologji në Universitetin e Tiranës. Përshëndetje nga Departamenti I Gazetarisë dhe Komunikimit. Sot kam një të ftuar që kam patur fatin ndoshta që për 2 vite ta kem patur edhe pedagogun tim në 2 vitet e para të bachelorit. Është një gazetar që ka patur edhe një karrierë politike, por këto do t'i shohim në 2 pjesë të ndryshme të intervistës. Me mua sot Mark Marku, dhe për ta prezantuar për ju që nuk e njihni, është edhe dekani I Fakultetit të Historisë dhe Filologjisë. Përshëndetje profesor. Përshëndetje. Mua më vjen kështu instinktive t'ju them profesor. Besoj është okay. Po. Mua më pëlqen më shumë që të më thon Mark, po edhe profesor mirë sa të punë bëj praktikisht. Siç e thash edhe në hyrje që intervistën do ta ndajmë pak a shumë si në 2 pjesë, në atë karrierën tuaj politike dhe në karrierën tuaj si akademik. Në gjithë këto vite që jeni marrë me politikën, edhe si gazetar, po edhe kur keni qenë brenda saj, sa e ndihmon televizioni një politikan që të bëhet I njohur dhe të evidentohet? Shikoj, para unë s'kam pas karrierë politike. Kam pas angazhim politik me momentet veçanta dhe po themi disa prej momenteve jam angazhuar politikisht kur kam qenë student në protestat e studentëve. Kam qenë një nga po themi studentët të cilët qysh me 8 vjetor, po edhe më pas ngrev në urisë e tjerë që u angazhuam për të përmbysur regjimin komunist, megjithëse regjimi komunist akoma nuk është përmbysur, paktën mendjen e shqiptarëve, por pra ky ka qenë angazhimi I parë dhe angazhim jo për karrierë politike. Pastaj nuk jam angazhuar, asnjëherë s'kam qenë pjesë e një partie politike në kuptimin organizativ, pra nuk kam qenë antar partie, se më duket thjesht e bezdishme dhe rutinore. Por me momente pastaj jam angazhuar në 2009-2013 që si deputet në Parlamentin Shqiptar, përfaqësues I Partisë Demokratike. Pastaj në 2021 prap jam angazhuar, kam drejtuar fushatën në qarkun e Lezhës, ku Partia Demokratike fitoi 4 deputet dhe shkoi afër mandatit 5 për të fituar. Pra nuk është edhe mënyra se si unë jam sjell, në momentin që jam angazhuar politikisht ka qenë në thelb ka qenë një mënyrë sjellje që për mënyrën se si funksionon Partia Shqiptare automatikisht del jashtë partive. Jashtë po themi nuk je I pranueshëm sepse Partia Shqiptare janë parti të tipit lider, janë struktura unë mendoj klienteliste, janë struktura 80% parazite, janë struktura të cilat nuk I përgjigjen zhvillimit të vendit dhe nuk përfaqësojnë ato interese që praktikisht do duhet I përfaqësojnë. Kështu që në këtë kuptim një njeri që shkon me një qasje tjetër aty nuk është se mund të avancojë në kuptimin në karrierën politike. Gjë që unë e kam bërë në mënyrë shumë sportive dhe kam shkuar, kam thënë atë çfarë mendoj, kam vepruar ashtu siç e kam parë vetë të arsyeshme që të veproj dhe jam shputur në kuptimin. Por angazhimin publik unë kam prej 30 viteve, që do thotë angazhimin në media, angazhimin në debatet publike, angazhimin në çështjet të cilat kanë qenë çështje që kanë qenë pjesë e opinionit publik në Shqipëri në gjithë këto vite. Dhe ndoshta kjo duket sikur ngatërohet ky angazhim publik me angazhimin politik, megjithëse unë mendoj që nuk ka zë të keqe që njeriu të angazhohet politikisht. E keqja është nëse ai angazhim politik bëhet angazhim ekzistencial në kuptimin që ti shkon politik dhe shikon atë si një instrumentin e vetëm për të avancuar ambicet e tua. Gjë që më duket jo normale, pak në si që shikojnë politikën. Pak më parë po bëja një intervistë me Erion Braçën, deputet, dhe më bëra një pyetje në lidhje me a është politika që mund të krijojë varësi personale dhe më dha një përgjigje që po me patjetër. Po duke qenë se ju keni patur këtë angazhim politik, a jeni ju edhe këtu në fakultet ndoshta një qenie pak politike, sepse politika është ndoshta e vetmja gjë që mund të prekë egon më shumë se gjërat e tjera, të paktën profesionalisht. Shiko, të gjithë
jemi qenje politike, edhe kur themi që nuk jemi qenje politike, në fakt po bëjmë politikë. Kështu që individi quhet termi greqisht zo politikon, kafsha politike. Pra njeriu është kafshë politike. Sepse jeton shoqëri, sepse është i lidhur me një rrjet ndërveprimi shoqëror ku domosdoshmërisht duhet të jetë qenje politike. Ta zem. Çdo qytetar sot ndoshta as nuk e shkon meja çfarë po bëhet sot me marrëveshjen Shtetet Bashkuara të Amerikës me Iranin apo me luftën e Iranit me Libanin. Por në thelb, kur shkojnë te benzinatët për të marrë makinën, lufta është aty. Reflektohet. Reflektohet ditë për ditë, reflektohet ajo çfarë bën qeveria, reflektohet ditë për ditë në jetën e njerëzve. Ajo çfarë bëjnë partitë politike, reflektohet ditë për ditë në jetën e njerëzve. Dhe njeriu edhe kur absenon, pra që për ta ndryshuar gjendjen apo për të reflektuar apo për të debatuar, në thelb pra po merr një vendim politik. Kështu që nuk ka asgjë të keq të menduarit politikisht, ne nuk mund të mos mendojmë politikisht. Është pak a shumë si aksioma e komunikimit që nuk mund të mos komunikosh. Edhe në jetën tonë përditshme, ne nuk mund të mos mendojmë politikisht. Si dhe ka normalisht që ndryshon pra të mendosh politikisht dhe të sillesh politikën në ambientet universitare. Unë mendoj që gjëja më e keqe që mund t'i ndodhë një universiteti, botës akademike, është që universitetit kontrollohet nga politika, që është gjë shumë e rëndësishme. E dyta, mendimi universitar ose akademik nuk përputhet shpesh herë ose pothuajse asnjëherë me mendimin politik. Përzierja të dyve është shumë e rrezikshme. Dhe meqense mu referove si profesor, ne kemi qenë bashkë, kemi bërë mësim bashkë, po për shembull kur s'm keni dëgjuar besoj që të bëj politikë në kuptimin politikës siç bëhet politika në Shqipëri. Pra që të orientoj drejt asaj çfarë po themi atyre ideve që unë mendoj se do ta ndryshonin shoqërinë. Thjesht dia, domethënë aty ku pushteti zotron përveç monopoleve tjera dhe monopolin e dijes, do ta kesh parasysh se jemi në demokratur ose në autokraci ose në rastin më të keq në diktaturë, por nuk është ky rasti i Shqipërisë. Pra nuk mundet që pushteti të kontrollojë dijen. Dhe tu unë jam shumë i ndjeshëm dhe ndoshta edhe duke menduar politikisht, jam shumë më refraktar ndaj gjithçkaje që mund të sjellë politikën në universitet. Si një njohës shumë i mirë i komunikimit, cilat janë karakteristikat që një politikan e bëjnë shumë popullor? Karakteristika, shiko, duhet pas parasysh, e para njëherë duhet ndajmë politikanin popullor me politikanin populist. Sot është, jo sot, po ka vite që ka një trend të, po themi, të përzierjes së politikanit popullor me politikanin populist. Ti je popullor, do thotë që të kesh simpatinë e qytetarëve për shkak të pasojave pozitive që aktet tuaja politike japin në jetën e qytetarëve. Ky është të jesh politikan popullor. Dhe nuk ka nevojë të rrish për ditë në turi qytetarëve dhe para syve dhe çdo ditë të bëhet fytyra si ato pamjet e reklamave që shfaqen në çdo emision ose në fund të emisionit ose që dalin aty kur bën transmetime televizive sportive. Pra nuk mund barazot të qenit popullor me qenit populist. Pra ti je popullor, gjëja mendoj unë për një vend, për një shoqëri, politikan popullor do thotë që ti je i përgjeshëm. Pra njerëzit dhe këtë nuk e pse ta deklarosh, sepse qytetarët e kuptojnë. Unë për herë, edhe kur isha në fushat, u thoja qytetari, atyre kolegëve që bënë në fushat,
keni parasysh, mos u thoni dokra qytetarëve, mos i mashtroni, mos u thoni budalliqe, sepse qytetari është paq inteligjent ose ndoshta më i zuar se sa ne. Thjesht, qytetari nuk ka ose dijen ton, ose përvojën ton, ose dhe në të kuptim duket sikur i mashtron. Intuita e qytetarit nuk gabon kurrë, madje është një studiues i komunikimit, po edhe i letërsisë, po një filozof në thelb, Zvetan Todorov, që thot, ka një shkrim shumë të mirë, që thot, në momente kyçe të shoqërive, kur shoqëritë janë në krizë, intuita e masës së madhe qytetarëve është më larë se intuita e elitave. Pse? Sepse elitat janë korruptuara, se janë të lidhura me konfiguracione të caktuara shoqërore që garantojnë interesat e tyre dhe nuk reagojnë, janë konformiste. Masa në momentin që po themi krijohet ai që quhet konsensusi i masës dhe pika kritike e masës, masa reagon dhe masa është e pandalshme dhe shpërthen. Dhe është ajo që sjell në këtë rast, megjithëse unë nuk jam marksist kështu si bindje, po pëlqen si ideja Todorovit, pra që intuita e përgjithshme ajo që quhet është më madhe, është jashtëzakonisht e lartë. Tek përgjigja juaj përmendet fjalën populist. Duhet të qëndrojmë këtu pak edhe të flisim për kryeministrin e Shqipërisë. A është ai në perspektivën tuaj një njeri populist apo autokrat? Rama është një përzierje e të dyjave, siç janë një masë e madhe liderësh në po themi sot, jo vetëm në vendet evropiane, po për shembull Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Trumpi çfarë është? Është gjysmë populist, gjysmë autokrat. Rama normalisht është edhe populist, edhe autokrat, por duke qenë në qeveri, duke qeverisë për një kohë të gjatë, normalisht ai përtej akteve populiste ka dhe akte qeverise. Dhe gjykimi pasaj është perturbohet, sepse shpesh herë një akt qeverisës mund të shihet si akt populist ose e kundërta, kështu që janë lloj liderësh, janë lider modern në politikën moderne, si puna e Ramës, të cilët janë diçka në mes, nuk di ku ti vendosësh. A është kjo mënyra e vetme për të triumfuar sot? Pra këto dy cilësi janë të nevojshme? Po, shiko, problemi është fakti është që ai ka mandatin e katërt. Që do thotë që në Shqipëri për momentin kjo është gjë e suksesshme. Problemi është a është diçka e suksesshme, është e mirë, pra nëse e gjykojmë nga pikpamja etike. Pra a është populizmi gjë e mirë, megjithëse populizmi arrin të sjellë, po themi të jetë i suksesshëm, rasti i Orbanit në Hungari. Orbani erdhi si një lider ideal, me disa premtime për reforma, por praktikisht shkoi drejt një lloj autokratizmi, aq sa mund të jetë një vend evropian autokratik, sepse varet edhe nga reali politik ku shfaqet autokracia. Ndryshe është ta them, nuk mund të themi ne që Rama është në kontekstin e demokracive zhvilluara europiane, Rama dhe gjithë liderit shqiptar kanë tendenca autokratike, por krahasuar me Putinin, e me Erdoganin, e me liderët tjerë të cilët janë shumë autokrat, normalisht nuk bëhet krahasim. Ashtu edhe Orbani, që ta lidh aty ku e ndërprer. Pra, Orbani për shkak të qeverisë së gjatë, po dhe për shkak se çfarë mendojnë liderit autoritarë në demokraci, në thelb, se unë për herë mendoj këtë, çfarë thot menja këtyre? Kanë ardhur përmes zgjedhjeve si lidera demokratik dhe shndrohen në lidera autoritar. Kanë liderët autoritar ose populist kanë një lloj pavarësisht se diskursin e kanë shumë demokratik dhe i drejtohen popullit, pra tentojnë të zhdukin
gjithë filtrat që çojnë mesazhin e tyre tek masat, liderët autoritarë mendojnë që demokracia i pengon. Pse? Sepse demokracia kërkon zbatimin e ligjit, sepse demokracia kërkon procedura, sepse etj. Dhe duke dash sepse vjen një moment i mushin mendjen vetes se ajo çfarë thon ata është e drejta, është e duhura, është e dobishmja për një vend dhe thon, okay, i zhdukin këto pengesa. Por duke zhdukur pengesa, do duhet zhdukin institucionet, do duhet të dobësojnë zbatimin e ligjit, do duhet të krijojnë lidhje të drejtë për drejta me grupe caktuara interese dhe kjo pastaj sjell atë që quhet kolapsi demokratik i shoqërisë, siç ndodhi në Hungari, ku me shumë vështirësi dhe me një mobilizim të jashtëzakonshëm të shoqërisë u arrit që të ikte Orbani, ndërkohë që mund të ikte në shumë më normale. Për t'ju situar pak në përgjigjen tuaj, thatë që politikanët mendojnë se demokracia i pengon ata dhe një politikanë autoritar mendojnë që një mënyrë shumë e mirë për të pasqyruar këtë është media. Ju si mendoni se Europa do media konkurruese apo media të lira? Dhe në rastin se do media konkurruese, a duhet që ato të bëjnë disa kompromise me të vërtetën, me lajmin? Shiko, pa diskutim që Europa po themi vendet demokratike evropiane e lidhin fort nivelin e demokracisë me standardet e lirisë së mediave dhe standardet profesionale të mediave. Dhe për këtë arsye vendet e tyre janë edhe demokratike edhe zhvilluara. Ka një lidhje të drejtë për drejtë mes nivelit demokracisë dhe nivelit zhvillimit. Po të shikoni sot situatën botë, sepse shpesh herë njerëzit mendojnë po mirë, le të ketë, le të ketë korrupsion, le të ketë trafik narkotikëve, le të ketë sepse sillin para etj. Por vendet praktikisht që janë më të imunizuar ndaj këtyre fenomeneve, të them vendet nordike apo skandinave, janë edhe vendet më zhvilluara. Pra nuk sill pasurim të një shoqërie apo të një kombi apo të një shteti, veprimtaria e paligjshme antidemokratike. Kështu që dhe media normalisht është ajo që quhet qeni roje i qeverisë, është pushteti i cili i kontrollon të gjitha pushtetet. Pse i kontrollon? I kontrollon duke dhënë informacione të plota të paanshme brenda standardeve deontologjike etj. Dhe përmes mediave qytetarët informohen për institucionet politike ose publike dhe ushtrojnë kontrollin. Dhe pastaj marrin vendimet nëse do ta mbajnë apo një qeveri apo një qeverisje. Dhe në këtë kuptim vendet, sidomos vendet evropiane, kanë krijuar modele mediatike po themi afër shumë demokratike, po s'mund të themi të përsosur se përsosmëria ekziston vetëm në ideal. Por më fal që ndërpres, po më fal, e thën kjo e mbylla. E thën kjo edhe në vendet më të zhvilluara demokratike, liria mediave është e kërcënuar. Sepse asnjë liri nuk është e fituar një herë për gjithmonë, pra kjo duhet ngulitur mirë në mendjen e njerëzve. Lufta për liritë është liria vërtet. Pra çdo ditë ne duhet luftojmë për lirinë tona, sepse armiqtë e lirisë janë nga më të ndryshmit. Armiq, po përdor fjalën armik në kuptimin janë nga më të ndryshmet dhe ndryshojnë metodat. Pra nëse deri para shumë viteve, shumë dekadave, mediat kërcënoheshin nga qeveritë në Europë, sepse mbanin kontrollin e mediave. Ta them, De Gaulle kishte qelsin e televizionit francez, një televizion publik kishte, lider demokratik ishte, po ama se lëshonte atë, po themi, pultin e televizionit francez. Sot nuk ka nevojë që mediat goditet para në forma të brutale, të dhunshme, të dukshme, që i perceptojnë njerëz. Ka forma të buta të goditjes. Po janë
është po themi ambienti ekonomik që i korrupton, po është ambienti social, po është njëherë tradita, po pra grupet caktuara që manipulojnë mediat, janë individ tashmë që cënojnë standardet e informacionit. Çdo qytetar sot prodhon informacionin në vet. Dhe nëse mediat si sistem nuk reagojnë dhe nuk përgatiten se si të përballen me këtë fluks të madh të informacionit, dhe që bëjmë ne vazhdimisht, jo për fake newsin, për edukimin mediatik, për manipulimet mediatike etj. Janë pikërisht për të përgatitur edhe qytetarët tashmë, jo vetëm gazetarët, të përgatiten që të njohin format të kamufluara të manipulimit të informacionit. Sa larg jemi ne këtij modeli demokratik? Për shembull, rasti i Nartës dhe Zvërnecit është një nga ato raste ku mediat kanë heshtur totalisht. Totalisht, jo, se unë për shembull dje pash po. Në disa media pash që kishte i kushtosh vëmendje. Për shembull, ditën e diel kur ishte protesta, nuk ishte asnjë pasqyrim të saj nëpër media. Vetëm në mediat sociale, atë që mund ta quajmë edhe pak si media qytetare. Nuk e duhet ta konfirmojmë këtë, se nuk besoj që asnjë media nuk e ka thënë të dielën. Asnjë media nuk e ka transmetuar as protestën. Ky është një turp i madh për mediat. Normalisht është dështim total. Pra, nëse një ngjarje e tillë është ngjarje që zhvillohet mes Tiranës, se lidhet me një çështje, është tjetër që është apo s'është e drejtë, ka apo s'ka, aty pastaj do duhet që debati të raportohet me gjithë pluralitetin e tij. Dhe kjo është në të mirë të publikut. Por mos transmetimi, bllokimi i informacionit është krim. Është krim shoqëror praktikisht. Dhe është turp nëse mediat nuk e di, se unë nuk e kam konfirmuar atë. Unë dje e pash e ndoqa. Nuk është absolutisht nuk është normale që për një ngjarje të tillë dhe për çështje të tilla. Pse nuk e di, duhet para jo a kanë apo s'kan të drejtë që të bëhet ai, po themi, ai projekt zhvillimi atje, sepse duhen parë gjërat, se përgjithësi kur flet media është edhe të kesh informacionin saktë kur flet për diçka. Për shembull, tash unë realisht nuk e di, se dje po i ndiqem nga masditja dhe po mundosha të kuptoja saktësisht se ku qëndron problemi aty dhe çfarë po ndodh realisht. Se ishte herë parë që unë po shikoja konkretisht që po ndodhte. Dhe qarkullonin informacione ndryshme të cilat duheshin verifikuar. Por normalisht çështje të tilla janë çështje me shumë rëndësi për jetën e qytetarëve. Dhe do duhet që qytetarët të jenë të informuar, dhe nëse mediat nuk e bëjnë këtë, praktikisht shkatrojnë arsyeën e ekzistencës tyre. Atëherë pse duhet të ekzistonin mediat? Nëse rrjetet sociale kanë informuar dhe është një gjë jashtëzakonisht e mirë që ka ndodhur me zhvillimin e teknologjive, që teknologjitë e reja kanë krijuar një hapësirë të re lirie. Pra, edhe një alternativë ndaj mediave tradicionale. Kjo pastaj nga ana vet ka anën e vet që duhet pasojat e veta, por në thelb rrjetet sociale bëjnë atë që praktikisht atë që mund të bllokohet përmes mediave tradicionale nuk e bllokon dot. Dhe kjo është gjë pozitive. Kjo është një gjë shumë pozitive, po ajo është një media qytetare. Sipas jush, gazetaria e vërtetë është në agoni apo në transformim? Gazetaria tradicionale është në agoni. Gazetaria e vërtetë është në transformim. Për herë është një lloj paniku, frika nga zhvillimet teknologjike, por në përgjithësi edhe nga ndryshime. Pra njeriu sado që deklarojë që i pëlqen ndryshimi, në thelb është rezistent ndaj ndryshimit. Shikoj, ju jeni student, po tua shkoni në një sallë ku bëni leksion apo bëni praktika, po tua ndryshojnë atë sallë, nuk ndjeheni fort mirë një ditë apo 2 ditë apo 3 ditë. Sepse edhe unë që jam pedagog, për shembull, po të më ndryshojnë sallën, ku jam mësuar të jap leksion apo që të bëj mësim, normalisht do më dukesh pak njeriu pra është konservator për nga natyra,
Dhe shpesh herë ne themi që po mirë, u shfaq kjo dhe do na rrezikoj, do rrezikoj profesionet, do etj. Po, gjitha profesionet janë të rrezikuara. Por nuk janë të rrezikuara të zhduken. Janë të rrezikuara nëse nuk ndryshojnë varësisht po themi mundësive që varësisht ndryshimeve shoqërore, ekonomike, teknologjike etj. Për shembull, a mendoni një student para shumë viteve nuk mund ta mendonte që ne do bënim këtë bisedë në një studio që do të thotë në fakultet, që aktualisht kemi 2 studio, pra kemi edhe një studio tjetër, që kjo mund transmetohet në mënyrë drejt për drejt, i kemi kapacitetet teknologjike për ta nxjerrë direkt në transmetim. Kjo ishte e pa imagjinueshme. Dhe kur shfaqen teknologjitë, edhe tashin ne vazhdojmë themi, teknologjia po shkatron fëmijë, teknologjia po shkatron mësimdhënien, inteligjenca artificiale po shkatron studentët. Jo, nuk është e vërtetë që po i shkatron, po i ndihmon. Problemi është që ne duhet mësojmë se si ta përdorim teknologjinë. Pra, ky mikrofon dhe këto kamera dhe gjithë kjo studio që kemi ne, mund të përdoret për mirë, mund të përdoret për keq. Ne po përdorim për mirë, apo jo? Po. Dhe në këtë kuptim, pra teknologjia për të rikthyer tek pyetja te fillimi i pyetjes, nuk e shkatron profesionin e gazetarit, por e transformon totalisht. Gjë që thotë që ne duhet përgatitemi. Që me këtë duhet ta shohim me kohën nëse do të jemi gati apo nuk jemi gati, askush nuk është gati për ndryshimin. Ndryshimin duhet gjëja e parë duhet pranohet, nuk duhet ngritur alarmi, të humbi shkollë duke refuzuar. Për shembull, po them unë personalisht ciklin e jetës time në kuptim raport me teknologjinë. Kam shkruar me dorë. Shkruaj poezi, tregime, ku diun, me dorë. I kam akoma ca flet me dorë. Pastaj mësova makinën e shkrimit. Më duk sikur isha bën njeriu më i teknologjizuar. Pastaj fillova punë gazetar, që është student mbi të parë, në 90-ën na erdhën kompjuteret e parë. Na i solli një fondacion amerikan. Thoja, kur do shkruajnë me kompjuter, do që të shkputesh nga shkrimi me dorë se nga shkrimi me makinë shkrimi, sepse ishte një ritual që me cilin unë isha mësuar. Kur, thosha, brenda 2 javë mësova kompjuterin dhe shkruaj dhe tash e kam të vështirë, për shembull, po të mbulin një makinë shkrimi të shkruaj. Pastaj filluan ndryshimet e shpejta teknologjike, digitalizimi për libri digital, dhe thoja, kur s'kam për të lexuar libër në versionin e-book, në Kindle apo në desktop apo në laptop apo në celular apo sot unë kam një bibliotekë që kam krijuar vetë bashkë me gruan time dhe mendoj e kam shumë mirë. Është edhe e madhe, por nuk është problem se është i madh. Po i kemi bler vetë për 30 vjet, kemi bler libra që mendonim që na duheshin dhe e kemi krijuar. Gjitha muret e shtëpisë kam libra. Por problemi është që unë tashmë kam më shumë libra digital në laptop se sa fizik dhe lexoj më shumë në version. Unë që kam thënë para 10 vjetë, kur s'kam për të lexuar një libër në desktop apo në laptop apo në versionin e-book. Po, e shikoni që gati gjithë në 30 vjet të jetës time, po themi intelektuale, unë kam kaluar historinë e shkrimit që ka kaluar gjithë njerëzimin në 3000 vjet. Nga ai shkrimi vetëm ato me kunja, me shkrimin sumer nuk e kam aplikuar, por shkrimi me dorë deri te kemi arrit sot që ti s'ke nevojë të shkruash fare. Unë të se bëj nuk e bëj se zuta bëj, po s'ke nevojë të shkruash fare, ti e flet dhe teknologjia ta kthen në material të shkruar. Ose librin ti e vën makinë, kufjet dhe e dëgjon librin në versionin e lexuar. Pra ne duhet ta kuptojmë, pra, e çfarë ndodh, sa më pak të rezistojmë, sa më pak panik të bëjmë dhe sa më shumë përgatitemi për ndryshimin,
aq më mirë është dhe sa më shpejt ta pranojmë. Tani për t'ju bërë një pyetje të fundit, sepse jemi gati në fund të intervistës, nëse do të kishte një ofertë politike të mirëfillt, çfarë duhet ishte ajo që ju ta konsideronit, apo çfarë do t'ju joshte ju për t'ju rikthyer politikës? Për asnjë arsye. Asnjë arsye? Që t'jemi qartë, absolutisht, sepse kur nuk pranova të marr mandatin e deputetit, unë bëra disa një reflektim, disa analizë dhe kuptova që isha në një formacion politik që nuk donte të ndryshonte. Pikërisht për këtë që po flisim. Dhe vendimin e kam marrë në qetësi, me binje absolute dhe pa asnjë hezitim. Që do thotë që vendosa që mos vazhdoj të merrem me politikë, për arsye sepse po më dukesh humbje kohë. Thoshëm edhe të kaloj edhe 4 vjet tjetër si ima, 8 vjeta, se pastaj po fut aty ngel, sepse të kap ajo që të ka thënë Rioni, është ai, po themi, zelli, dëshira, etj, bëhet shumë intriguese politika për ata që duan, që e kanë pasion politiken. Dhe bësh i varur, pra unë e mora vendimin, mendoj që kam marrë vendimin e dur, po edhe po mos kem marrë vendimin e dur, unë rëndësishme është që unë ndjej mirë me veten, dhe përderisa ndjej mirë me veten, profesionin tim, në ato punët e mia, plus jeta njeriu nuk jeton 300. Putini po punon që të shpikë atë përjetësisë, dhe ndoshta do kthehesha në politik, po ta shpikte Putini atë, nëse do rronim po diun 3000 vjet, 5000 vjet, gjë që do ishte e tmerrshme, sepse jeta është e bukur edhe sepse është e kufizuar. Pra ka limite kohore. Do bësh, ku diun se si do bësh jeta, po të jeton. Jeta ka një ritëm caktuar, ka një dinamik caktuar. Njeriu duhet, mendoj unë, duhet kuptoj edhe kur angazhohet në diçka, duhet jetë i vërtetë. Jam i penduar, pse kam marrë vendimin që jam angazhuar në politikë. Por aq më pak kam qenë i penduar kur jam tërheq. Fare. Kështu që ndjem shumë mirë dhe mendoj që jam më i dobishëm këtu ku jam se sa po të isha atje, duke ngrit kartona, ul kartona në parlament. Nuk kam në kuptimin se kam shkaktuar asnjë dëm formacionit politik për cilin konkurrova, sepse në fundit ishte i vetmi qark që kufitoi Partia Demokratike, pra i dha me punën që bëm disa mandate, paktën një mandat më shumë se që do ta merrte normalisht. E dyta, mandatin aty e kishin. Spostosh lista vazhdonte tjetri. Nuk dikush shkakton dëmin informacioni politik kur kalon me një parti tjetër, kur tjetërson votën, jo, vije tjetri që e keni futur në listë, dhe mirë për të dyja palët, edhe për ata, edhe për veten. Profesor, ne mbyllim bashkë të intervistë me fjalinë e rëndësishme është që në fund të ndihesh mirë me veten. Shumë faleminderit që ishit këtu sot. Faleminderit edhe për mua, ishte kënaqësi. Po edhe ngjarje. Pse? Sepse një student përmes kësaj studio realizon një podcast, pra një produkt, gjë që mendoj që është gjë ndër gjërat më të mira që na kanë ndodhur këto vite në departament. Faleminderit edhe një herë. Faleminderit.